Vllaznia në volejboll për meshkuj ka bërë kthesën e shumë pritur në kampionat. Shkodranet kanë fituar 3-1 ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi ndaj ekipit pretendent për titullin kampion Farka Volej. Fillimi i një ndryshimi shumë të madh. Vllaznia me këtë ndeshje tregoi që ka shumë vlera, për i vërtetë ka punuar shumë. Fjalët më të mira kanë për gjithë vend pa përjashtim, sepse kishin përballë një kundërshtar shumë fuqishëm, shumë fort, pretendent për titull. Ajo që është e qartë është fakti që post vitit do të marrësh edhe frutet e saj. Elementi kryesor i këtij takimit ishte grinta, dëshira për lojë, ku plotësua me një defekt të kalumes. Sot ishin në vazhdimsi biles ndeshja duhet marrë 3-0. Një fitore të vështirë ka marrë ekipi i Vllaznisë në volejboll për femra. Vajzat shkodrane fituan 3-2 ndaj Partizanit, duke qenë kështu brenda objektivave për vendin e 4. Loja ishte shumë e bukur, me emocion, duke përjashtuar vetëm setin e 4. Prap ato gabimet që i bëmë na çunë deri këtu, se do ishte mundësia që të fitoshim edhe 3-1 që të merrshim 3 pikë. Edhe ta kishim më të sigurt që të hishim vendin e 4. Ekipi është rrit shumë. Këtë javë kemi ndeshje në Elbasan dhe atje kam është sigurt fitoria. Javën tjetër presim Tiranën. Këtu nëse ne realizojmë një fitore me Tiranën, atëherë rënditemi në atë objektiv që kemi vu vetes, në vendin e 4. Ndryshe nga ekipet e volejbollit, vajzat basketbolliste të Vllaznisë kanë humbur në Shkodër përballë Goga Basket me rezultatin 60-73. Ka qenë një sfidë që është administruar më mirë nga ekipi mik. Dy periodet e para ishim gjithkohës barabartë loja, periudhën e tretë u shkëputëm pak, jo shumë që ta siguronin fitoren. Dua të them dy fjalë për Vllazninë, është për të përgëzuar, është ekip që vrapon shumë. Shënon shumë, ka një sulm shumë të mirë dhe çdo skuadër që vjen këtu e ka të vështirë. Goga Basket është për të treja trofet, kampionat, kup dhe superkup. Ndryshe nga sezonet e kaluara, këtë vit basketbollistët femra të Vllaznisë ndodhen në një situatë jo të mirë për shkak edhe të mungesës të lojtarëve në ekip.